Edi u ngrit në këmbë me nerva të dukshme, ndërsa Eliona vazhdonte të fliste pa u ndalur. Atmosfera brenda shtëpisë së Big Brother u rëndua menjëherë. Banorët e tjerë heshtën, sepse e kuptuan që kjo nuk ishte një debat i zakonshëm, mjaft. Ja preu Edi me zë të fortë. Ti nuk duhet të ofendosh askën. Këtu nuk e ardhur të shpifësh për të tjerët apo të përdorësh fjalë personale. Eliona tentoi të përgjigjej, por Edi nuk e la. Zëri i tij ishte i prerë, i vendosur, dhe çdo fjalë dilte me peshë, duhet të bëhesh gocë e mirë, të flasësh me respekt. Përndryshe, unë nuk të flas më. Me gojë ta them, nëse vazhdon kështu, për mua je e padukshme. Ai bëri një hap përpara, jo kërcënues, por i mbushur me autoritet. Kjo është shtëpi, jo rrugë. Mos përdor fjalë personale, mos prek familjen, mos prek karakter. Behu njeri, sepse këtu të gjithë po shihen dhe po gjykohen nga jashtë. Eliona u ndal për një moment. Debati që deri pak sekonda më parë ishte i zjarrt, u kthye në një heshtje të rëndë. Sytë e saj lëvizën rreth e rrotull, duke ndjerë peshën e situatës. Edi vazhdoi, por me një ton më të kontrolluar, unë nuk kam problem me mendimin ndryshe. Debato, kundërshto, thuaj e tënden. Por ofendimi nuk është forcë, është dobësi. Dhe shpifja nuk të bën më të fortë, të bën më të vogël. Brenda shtëpisë ra një qetësi e ftohtë. Fjalët e Edit qëndruan pezull në ajër, si një paralajmërim, por edhe si një vijë e qartë kufiri.